Catalea, çfarë po bie? Bol. Edhe këvishi bolën. Wow. Shikoni, po bie bol. Boli, le mami të flet. Shiko bolën. Ja, po sikon edhe korali borën. Ka shumë borë. Ti la ka i për atje lartë, Fix. Ja, vetëm dojmë me sapun. Vetëm me sapun e pastaj këtë kokë. Bravo. Shumë bukur bashkë. Ja. Ja, me sapun. Je me sapun dorë. Ti mami. Ja, pura. Po se ke qarë, mami, të djek nga sapuni. E dini që do jemi pika e dobët e njëri tjetrit. Që në momentin që ti pe e dëgjove zemrën time në ekranin e vogël që e bëri botën tënde të madhe. Ti do jesh buruja ime e unë do jem vogëlushja jote. Si në momentin e parë magjik që ne të dy takuam. Unë ndjej që ti ke prit u shikon se unë po rritem ka shpejt, por këto momente do të mbeten të glendura në zemrat tona për gjithmonë. E unë përsëri do jem jote që shijoja dushi çdo mëngjes me ty. Dhe tani do ta mbyll këtë dedikim me fjalët që të lumturuan pa fund në ditën 5/2000 kur ti mësove se unë isha te baku mami, se më e bëllë të ka shpejt. Ti do jesh shoku, heroi dhe babai më i mirë në botë. Happy birthday, babi, të dashur, Catalea. Well done. Ai, pita, isë më gjallë dhe. Do lexosh të babi? Si do të thonë? Selam, my little girl. You'll be my little girl. Don't believe me? I'll show you how. Bravo. Zemra njërët. Catalea, you'll be my little girl. Don't believe me? I'll show you how.
Nësa ime ka qëmlëma me ka poshin së zënë. O sa keq, tu për matën si flet. Uj ku sa mbelu pa zëmë, nase u ka u me këmbë. Ka gelu pa zëmë. Përshëndetje të dashur miq, edhe mirë se erdhët në një tjetër video. Sot është e premte, edhe unë sapo mora Kataleja nga kopshti. Po, Kataleja. Dhe këtë diel këtu kemi ditën e nënave. Nga kopshti Kataleja ka marrë këtë dhuratën, unë nuk e di fare se çfarë është, dhe njëkohësisht prit mami të tregojmë këtë. Dhe njëkohësisht ka sjell edhe një kartolinë, të cilën pjesën e luleve sipër e ka bërë me dorën e saj dhe me gishtat e saj. Dhe këtu brenda lexon gëzuar ditën e nënave nga lulja jote e vogël. E hapi Kataleja se nuk po I durohet. Ka me mos ka shohit. A është dhurat për mamin ajo? Po. Yes. Ua, kemi. Ua, kemi. Që janë mami këta? Manikyra për gishtat. Që ka një komplet me manikyra për gishtat. Deri tek manikyrat nuk më kishte shkuar mendja. Nga paketimi mendova do jetë ndonjë lloj çokoladë, ëmbëlsire kështu, por nuk e mendoja kurrë që do të ishin manikyra. E ka sjell Kataleja mamit. Që nga shumë të bukura, nuanca shumë të bukura. Faleminderit shumë Kataleja. Ta hapim? Ta hapim? Po pse ti hapim tani ato? Ti hapim. Ti hapim, a? Mirë, do t'i luajmë pastaj gishta. T'i luaj mami pastaj gishta. Tani këtë javë, babi ka shkuar në Shqipëri me pushime, thjesht për 10 ditë. Edhe ne të treja këtu jemi vetëm. Dhe këto ditë I kemi prishur gjumin edhe Koralit, pasi më duhet që të çoj unë Katalejan në kopësht. Hola fajade. Hola fajade. Engla falit, engla. Ja, me zemër. O, drit. Hajde. Aqui tem nariz e gotela, look, nariz. Look, it's very soft, like this, and then it's pop, and half. And then he said, and then usual, and the face is and the usual. And then, so any besides anything. It said, and then in the story corner, and then in the backstairs.
Mommy, baby shark, da da da, red shark, da da da, red shark, da da da, red shark, baby shark. Mirë mëngjesi, sot është e diel këtu, si që shikoni kam një pako. Pakoja ka ardhur, kam bërë rreth 3 porosi, ndër 3 porosive është edhe dhurata që i kam bërë vetes. 2 porosit e tjera janë të vlefshme dhe desha që t'i ndaj me ju, që nëse do t'ju interesojnë, mund t'i merrni edhe ju. Këtu kemi dhuratën time, do ta hap më vonë dhe t'u shpjegoj një herë për 2 porosit e tjera. Këtu janë fara të papajës. Farat e papajës ndihmojnë shumë për pastrimin e organizmit nga të gjithë parazitët. Lexova dhe pash shumë informacione rreth kësaj, pasi dhe Katalea që ka filluar kopshtin, është më e ekspozuar për të marrë ndoshta parazit, kështu që mund ta përdor si një lloj kure për të gjithë familjen. Deri tani nuk kemi vënë re një problem të tillë, por të jetë më mirë një kur për të paraprirë, përderisa janë bimore dhe nuk besoj që bëhen keq. Tani për pakon e tretë, këtu kemi këtë pajisjen. Kjo pajisja më dilte kudo në internet, ashtu siç besoj të gjithëve ju ndodh që ju del diçka e përsëritur në internet, dhe kjo sa herë që më dilte, ndjeja një si lloj përgjegjësie për ta patur në shtëpi. Për këto gjëra që janë për dhënien e ndihmës së shpejtë, jam shumë e friksuar për këtë pjesë, edhe dua që t'i kem në shtëpi, të jem e përgatitur, asnjëherë nuk i dihet, sidomos kur ke edhe fëmijë të vegjël. Edhe më në fund e bleva. Nuk ka ndonjë shtrenjtësi të madhe, por varet edhe se çfarë kërkon. Kjo është një pajisje që përdoret në raste mbytjeje, pra ngecjes së ushqimit apo diçkaje në fyt. Është pajisje që përdoret edhe për të rritur, edhe për fëmijë. Lutim Zotin që të mos kemi raste të tilla. Për sa i përket çmimit, të paktën për punën që bën, nuk llogaritet fare. Dhe tani do të shikojmë dhuratën që i kam marrë vetes. Kjo është diçka e veçantë. Këtë kutin këtu kemi një varsen, ndoshta dikush prej jush e ka parë në internet. Në këtë varsen brenda do të futet një perlë e vogël, e cila ndodhet te kjo kutia këtu, së bashku me guackën brenda. Kjo letra kemi edhe shpjegimin e ngjyrave të perlës që do të jetë brenda. Perlën nuk ishte mundësi që ta zgjidhje ngjyrën vet. Ajo vinte rastësi, edhe të shohim tani se cila ngjyrë e perlës do të vi. Këto janë ngjyrat. Ngjyra e bardhë ka shëndetin, të tjerat kanë lumturinë, dashurinë, mirëqenien, pra pasurinë. Dhe të shikojmë tani se cila ngjyrë më ka ardhur mua. Të mbajmë çik koralin kështu, se nuk na rri as korali. Ja, kjo është e mbyllur me vakum, ndodhet perla brenda. Ta shikojmë. Nuk dua të prek edhe shumë me dorë, se kam dhe koralin këtu. Dhe më duket se ka qelluar e bardhë, që ka shumë e fortë. Wow! Tani kjo ka një nuancë si roz, nuk jam e sigurt nëse është e bardhë komplet apo është roz. Sipas letrës këtu duket më shumë si e bardhë. Come out from the Russian side, but we know what they're interested in, and that's the Black Sea. The Ukrainians have had extraordinary military success in the Black Sea. They've also been able to get a lot of their exports out. Russia was, and that's why there's a lot of time in the 2020 deal that saw Ukraine exporting grain from the western part of the Black Sea, and Russia exporting foreign produce and fertilizer from their part. And sanctions on Russia Russia pulled out of that deal a year later because it said that the sanctions weren't being lifted. They were revived that.
There's also talk about safeguarding each other's critical national infrastructure. And the Ukrainians have brought with them a very big delegation here. 25 people, naval experts, energy experts, diplomats, military officers, and they're all in this building behind me, waiting for the US Russia talks to finish, and that's when they would like to hold a press conference to announce what's been achieved today. Jo, si t'ka thënë mami, nuk hapet ajo? Let's go to Kiev. Out in the jungle. Come here. Oh, ni lule dieli. Lule dele. Emil. Emil edhe kjo? Glita ime. Të lirë së stende. Atëherë, tani t'ju tregoj një trik ose një ide se si ju të mbroni këtë theksen apo tosterin e bukës. Unë nuk thek vetëm bukën, por ngro edhe pjek shumë gjëra të tjera, si për shembull ndonjë qofte të gatuar vetë, pastërmaje ose djath, sidomos djathin kaçkavall, e kam shumë qejf që ta pjek dhe përdor letër pjekjeje. Kjo letra e pjekjes mund të përdoret për shumë herë, sepse nuk digjet kollaj. Dhe do ta shikoni vetë pastaj deri në çfarë mase do të mbaj. Ja, unë i vendos bukët këtu. Edhe mundojmë që ta kem në të dyja anët, që të mos e bëj pis edhe këta. Ja, në këtë mënyrë. Dhe presim derisa të theken. Mirëmëngjesi, tani është ora 10:30. Unë edhe Korali jemi tek një dyqan që quhet Matalan, për ju që jetoni këtu në Angli e dini. Kemi ardhur në një qendër tregtare që nuk është shumë larg nga shtëpia. Mbasi çova ka lejen, me atë rrugë erdha direkt edhe këtej, të kaloj edhe pjesën e paradites derisa të shkoj ora që ta marr katalejen. Ja, Korali posa shikon që hapet kamera, fillon edhe lëvizje dhe bën kështu sikur do të flasë. Bëra një furnizim të vogël për ushqime, aq sa mund të merrte kjo
karroca këtu poshtë. Në fakt merr goxha se ka shumë shportën e madhe. I futa ato në makinë edhe përballë është ky matalani. Po shikoj disa gjëra rrotull, kam marrë deri tani një palë tuta sportive dhe një bluzë gjithashtu. Kam marrë dhe një palë atlete të zeza, të thjeshta. Kam shumë kohë që vesh këto që kam tani, edhe janë vjetëruar goxha, por duke qenë se unë tek atletet e këpucët dua shumë kohë që të më mësohet këmba, gjithmonë më vrasin, edhe çorapet të veshun më vrasin. Sa do materiali mirë dhe të shtrenjta të jenë, por nuk më vran në fillim, është e pamundur. Edhe prandaj e kam lënë pak a shumë se jam mësuar me këto që kam veshur edhe i bie shkurt. Sidomos për atlete, nuk jam shumë tipi atleteve. Tu kemi vesur tani këto lipuluzat që ju e pat. Heli të kostumi, këtë kapucin që kemi vesur. Tani këtu ne ndodhemi tek dhoma që ushqehen bebet, i dhash pak gji koralit se nuk po rrinte. Edhe ja si që shikoni nuk po rri akoma, do që unë të ngrihem në kam. Këtu është koltukuku në shaulur, është shumë i rehatshëm edhe lëkundet. Edhe kështu po pres pak tani që të gogësi korali, edhe do të dalim që ta vendos këtu tek karroca, se nuk dua ta shtrim me njëherë. Kështu? Paqim. Dhe shifemi të shtëpia. Nesë kemi shumë që kemi ardhur në shtëpi, gati një orë, edhe shpejt i ndërova edhe koralin edhe Kataleën. Katalea ishte lagur nga duart, laget zakonisht kur lan duart atje ose kur luan me ujë. Dhe tenxheria e vogël i kam bërë salmonin, do të haj. Tani shpejt thash tua tregoj se çfarë mora pak më parë. Këto i kam marrë, të gjitha këto që kam marrë për të veshur, i kam marrë tek ai dyqani të Matalan që ju tregova. Këto janë pupa të vogla për kështu si pun çorapash, pupash për koralin. Edhe ky është një kapuç për koralin, shumë i butë dhe shumë i bukur, i thjesht. Këto ishin ato atletet e thjeshta që mora, janë shumë të lehta, janë si pënd. I desha pa lidhse si tip pupash, i vesh shpejt edhe ikën. Gjithashtu i mora edhe këto tutat për koralin, sepse tuta kështu të plota, të trasha nuk ka. Edhe mora edhe këtë bluzën për vete. Është bluzë sportive, si që thash, është e thjesht, edhe gjithashtu edhe këto tutat e zeza, e këtë materialin shtu, nuk besoj që këto pushalitë, po këto bënin 11 pound, bluza 18 pound, këto tutat për koralin kanë bërë 4 pound e gjysëm, ky kapuçi ka bërë 4 pound e gjysëm gjithashtu, edhe këto pupat kanë bërë 5 pound, ndërsa këto në fakt kisha marrë ato që nuk e kishin çmimin, kanë vetëm këtë etiketën me kështu, por më duket se këto ishin 18 pound, nuk jam e sigurt. Do të shikoj faturën. Po, atletet ishin 18 pound. Tani shpejt edhe se çfarë mora me ushqime, kam marrë 2 pako me vezë nga 10 këto. Këto patate me lëkurë të kuqe që unë e marrë, portokalle, banane. Kam marrë edhe 4 konserva, të cilat janë në vaj ulliri, sardele në vaj ulliri, sepse ndonjëherë i përdorim, jo shumë shpesh, por le t'i kemi aty në shtëpi. Ka raste ndonjëherë për ndonjë mesvakt, që ndoshta nuk e kemi ngrënë një vakt të plot, edhe mund të hapim një konserv peshku. Mora këtë paprikën, speci kuq i tymosur, edhe këtë kajna pepper, është një lloj piperi i kuqet ky, karrota, limona, tomollët, më pëlqyen kështu e kishin nga aromën të mirë. Të Speca, tomoni, 2 speca, dy speca. një gjallë, edhe një pako me letra. Unë letra të lagura nuk përdor, u kam thënë që nuk përdor, por letrat e lagura i marr në rastet kur jam në ndonjë vend që i ndroj ose ju fshi duart, varet për çfarë duen. Dhe tani shikoni se çfarë i kam bler unë Kataleës. Ta 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 ta. Shiko sa e bukur. Të pëlqen?
Yes. Si ko bisti. Një filxhan me lepurush, më pëlqeu shumë. E ka këtë veshin e përthyer, nga kamera më duk sikur ishte thyer. Edhe me bisht, një lepurush. Tani po afrojnë Pashkët. Dyqanet janë mbushur tepërtej me shumë gjëra të bukura për Pashkët, me vezë, me lepurusha, të gjitha ato që simbolizojnë Pashkët. Edhe e ka marrë tek supermarketi ku bëra furnizimin e këtyre ushqimeve. Dhe 2 qumësht i ka vendosur atje sepse do t'i zjej tani, do të bëj dhe pak kos. Gjithashtu edhe 2 tufa me lule. Këtë tufën e trëndafilave këtu për vete, edhe këtë tufën e luleve këtu. E kam marrë për këtë komshien që kemi përballë, sepse dje ishte dita e nënave dhe dje nuk munda që të dilja, në fakt ishte pak ftohtë, frynte edhe erë edhe po përtoja. Thash sot do çoj Katalejen në kopësht edhe do shkoj në për dyqane dhe i mora dhe asaj këtë tufën me lule, do t'ja çoj pak më vonë bashkë me Katalejen. Tani unë e Kataleja do të ham salmonin, ndërkohë do t'i vë dhe këto në përvende, sepse dhe korali në minutin minut do të zgjohet se gjumin e ka shumë të shkurtër. Vazhdojmë tani Kataleja? Vëlla. Cos'è stati? Ciao. E pe kamerën ti? Ciao. Hada kësu. Hada. Dhe këzamun kur zjatësh ti. Hada këtë. Ti kullëpin ti banani. Luce. O luce, mami. Lupse. Iba mami. Unë do i pitu. Ma, Hey. Ku ke hipur? Quando vete ti, buona bubu. Sot unë jam nisur në këmbë për të marrë Katalejen, me qënë se është ditë e bukur si që shikoni, nuk është ftohtë, edhe jemi nisur me koralin, me karroca vash avash, edhe kështu do të bëjmë pak në një xhiro këtej rrotull mbasi të marrë Katalejen. Ketri po halajsi.
të mbanë në sameto. Ullu a buk tani.